Përshëndetje gjithëve, konferenca për shtyp pas ndeshjes Gjiroskadën Conference League, drita Shkëndija, shefi stafit teknik i Dhëmbë Qiri gatshëm për të përgjigjur në pyetjet tuaja. Prezantoni veten, mediumin të përfaqësoni dhe pyetjen për trajnerin Shaban Sinani urdhë. Si fillim dua të uroj ekipin e dritës për fitoren dhe duke i dëshiruar sukses më të tjerë. Ju e thatë mirë që ishim dominues gjatë thuajse 90 minutave, por në këto situata, në këto gara, në këto nivele, në momentin kur pranohet gol ashtu si pranuam ne, do me thonë një gol shumë i lehtë edhe nuk mund të shpresosh për rezultat më pozitiv, pavarësisht se kishim shumë kohë për të reaguar, pavarësisht se besoj që dominuam në lojë, krijuam disa raste, në momentet veçanta ishim edhe pa fat, por megjithatë ekipi me përvojë dritës arriti të menaxhoj ndeshjen dhe morën 3 pikët për të cilët unë i përgëzoj. Po besoj që derisa ekzistojnë edhe mundësitë matematikore, pavarësisht se çdo kundërshtar në këto nivele është kundërshtar i fortë, ne do tentojmë që të marrim pikë të cilat do na mundsojnë pastaj edhe kualifikimin. Jashtë futbollit ishte një ndeshje shumë cilësore dhe një atmosferë shumë të mirë të cilën e krijuar të ditë tifozët tonë ballisët të cilët ishin të jashtëzakonshëm dhe edhe tifozët e ekipit dritës, do të thonë edhe tifozët tjerë krijuan një atmosferë shumë të mirë për të cilën ne do të thonë gjatë ndeshjes e ndjetëm se ishte diçka e bukur. Normalisht një ndeshje ka 3 rezultate brenda, ne ishim përgatitur për rezultat pozitiv, gjithsesi për fitore apo minimalisht mos humbisnim, por ashtu si shkoi ndeshja ne mbetëm pa pikë dhe duhet të analizojmë situatën për ndeshjet e ardhshme. Ekziston momente ku normalisht që kemi rënje në lojë, ekziston momente ku kemi edhe rënje të përqendrimit që pastaj sjellin edhe golat pranuar në mënyrë shumë çuditshme, si ndeshjen me Jagellonia, si ndeshjen sot janë golat të cilët skuadër e cilësisë tonë duhet t'i evitoj patjetër. Çdo skuadër këtu në Conference League është e fuqishme, ne tani në situatën që kemi me 4 pikë duhet të tentojmë gjithçka për gjithçka normalisht. Jashtë ndeshjes, një falënderim shumë të madh për skuadrën e dritës, për Federatën e Futbollit të Kosovës dhe për gjithë ju për ngrohtësinë dhe mënyrën si na keni pritur. Dhe ndërkohë, duke mos dashur të humbim fokusin për ndeshjen, sigurisht që një mërzi që solli që dita e djeshme ishte humbja një njeriu, një artisti të madh si Shpat Kasapi në emër të klubit futbollit Shkëndija dhe në emër gjithëve i ngushëllojmë familjen dhe natyrisht urojmë gjithë juve dhe gjithë të mirë. Faleminderit që ishi këtu.